Përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë të diel në emisionin Shkollë Gjakove, jo po kësaj radhe në emisionin Qerdhe Gjakove, siç po e shihni ne sot kemi ardhur të vizitojmë Qerdhen nga Nimet e Tërbeshi, sepse sot është 1 qershori, fiks në ditën kur transmetohet emisioni, është 1 qershori, është dita e fëmijëve dhe ne duam të shprehim ato urimet tona sa të vogla të janë, por patjetër që do të lënë gjurmë. Të gjithë fëmijëve ju urojmë shumë shëndet, rrit të mbar dhe pafund dashuri, sepse ju jeni drita që ndritson çdo gjë në këtë botë. Shikues të dashur, ju tash e jani të na ndiqni neve dhe aktivitetet e ndryshme që i kemi zhvilluar me fëmijët e Gjakovës në të gjitha objektet e Qerdhes nga Nimet e Tërbeshi. E jani bashkë me ne tash. Po festojmë ditën më të bukur bashkë në emisionin Shkollë Gjakove këtë javë. Po festojmë 1 qershorin, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, një festë e cila na kujton rëndësinë dhe nevojën për të siguruar një të ardhme sa më të ndritur për ata që janë shkëlqimi i botës, për fëmijët. E këtë ditë po e shënojmë në një prej institucioneve më të dashura për fëmijët në Gjakovë, në institucionin parashkollor nga Nimet e Tërbeshi, me aktivitete nga më të ndryshmet, vallëzime nga më të bukurat, e me buzëqeshje nga më të ëmblat, një u mirëpritëm nga fëmijët, edukatorët dhe udhëheqësit. E nisëm me lokacionin numër 4 në Orizë dhe Aneks, me muzikë e lojra, për të shënuar ditën më të magjishme, ndërsa nuk kishin si të mungonin edhe intervistat. Një tjetër intervistë këtu në Qerdhe nga Nimet e Tërbeshi do ta zhvillojmë me drejtoreshën e Qerdhes Hana Efendia. Përshëndetje drejtoresh, faleminderit që na keni mirëpritur. Mirë se keni ardhur, faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë drejtoresh, sa e gjeni ju të lehtë menaxhimin e të gjitha objekteve të ndryshme që Qerdhja nga Nimet e Tërbeshi ka nëpër zona të ndryshme të Gjakovës? Ne funksionojmë në 9 lokacione, këtu i kemi 2 të ndara, pjesa kryesore dhe aneksi, edhe 7 të tjera janë në zonat kryesore të qytetit, aty ku komuniteti është më i madh. E vështira e kësaj pune nuk e shoh si të vështirë, do të thotë, për shkak se në të gjitha lokacionet janë përgjegjësit ato të cilat i kanë kompetencat kryesore për objektin në fjalë, ku është, domethënë ku është ajo që qëndron. E si qëndron bashkëpunimi juaj me edukatorët në të gjitha pjesët? Duke pasur parasysh vetë punën që e kam bërë si edukator për 5 vite këtu në këtë institucion, i kam pas të njohur të gjitha zhvillimet që ndodhin në institucion, nuk e shoh si të vështirë, sepse e ceka dhe më herët që përgjegjësit janë pjesë kryesore domethënë e lokacionit ku ato qëndrojnë, duke diskutuar me to për shembull, e kemi shumë më të lehtë menaxhimin tek edukatorët. Edukatorët janë domethënë që kanë përvojë pune në institucion, mirë po edhe këto të reja që kanë ardhur janë të përgjegjshme për kompetencat që i bartin. Të jesh e pranishme në të gjitha objektet të ndryshme, sa është e lehtë për ty dhe si arrin ta menaxhosh këtë? Nëpër 8 objektet e Qerdhes nga Nimet e Tërbeshi, në çdo kohë sa që është nevoja, si arrin ta menaxhosh? Këtu e kam më të lehtë menaxhimin, se jam këtu me zyrë, këtu qëndrojmë me administratën dhe zyra ime dhe 2 lokacione të fjalë siç e theka edhe më herët. Ndërsa pjesën tjetër nuk e kam të vështirë, ju thash që jam përgjegjësit, jam edhe unë, pothuajse çdo ditë pjesë e tyre nuk është shumë e vështirë. E sa ka interesim që prindërit të sjellin fëmijët këtu në Qerdhe nga Nimet e Tërbeshi? Si qëndron interesimi? Interesimi është shumë i lartë për fëmijët, po besoj që kemi cilësi, për atë arsye edhe ka kërkesa të jashtëzakonshme për të regjistruar fëmijët në institucionin tonë. Prioriteti juaj si drejtoresh në udhëheqjen e shkollës, cili do të ishte ose cili është më saktë? Mirëqenia, kujdesi i fëmijëve, po besoj që këto janë prioritetet jo vetëm si unë si ushtruese detyre, mirë po edhe të gjithë stafit, të cilët punojnë me fëmijët. Këto i kemi prioritetet kryesore. A keni ndonjë plan ju në vitet në vazhdim me rregullimin e cilësisë edhe më shumë të Qerdhës? Qerdhja është e mrekullueshme padyshim, po cilat janë disa nga ato planet që i keni më afatgjate gjatë viteve në vijim, të cilat ja vlen të përmenden? Planet nuk ndalojnë asnjëherë, kemi shumë plane, të cilat mundohemi të realizojmë në vitet e ardhshme, kemi projekte të ndryshme, për shembull, që funksionojmë në tanësi, askush nuk funksionon vetëm, unë funksionoj në tanësi me grupin, me përgjegjësit, me edukatorët. Kemi filluar vetëm një projekt që është ndryshimi i pamjes jashtme ose ambientit jashtëm, siç është edhe oborri, ka ndryshime për shembull, të gjitha lokacionet janë aktivizuar për ndryshimin e pamjes së ambientit të jashtëm, ka filluar me ngjyrosjen e rrethojave,
oborit, për të krijuar aktivitetet për fëmijët. Edhe ajo është në të mirën e fëmijëve. Siç e shihni edhe këtu ku jemi, kam filluar domethënë me ngjyrosje që fëmijët jo vetëm me lodra statike, po të kenë edhe aktivitete të ndryshme tjera. Drejtoreshën dua të ju përgëzoj për punën e mrekullueshme që bëni, edhe për ne si televizion, po padyshim që edhe për shikuesit që po na ndjekin në këto qaste, është shumë kënaqësi të shohin ku rriten fëmijët e tyre me çfarë aktivitete të ndryshme dhe të shohin punën e mrekullueshme të stafit që e bëjnë në përditshmëri. Faleminderit shumë për intervistën, për gëzime, për punën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe për ju, ishte kënaqësi dhe nga ana ime. Shumë faleminderit. Me ngjyra të ndryshme pikturuan në mënyrë kreative ata që i shtojnë hijeshin kopshtit. Të ullur në tavolina, plot buzëqeshje e jetë, fëmijët u pan teja të lumtur në festën e tyre. Me balona e duar trokitje, edukatorët u kujdesën të argëtojnë fëmijët në ditën e tyre të veçantë. Se me të vërtet kanë një botë me ëndra, janë të vegjël shumë, por të veshur njësoj, fëmijët vallëzuan e kënduan për festën më të bukur. Të ullur në natyrën e qerdhes se duke kënduar, ata na falen buzëqeshje plot jetë. Me vallëzime na mirëpritën fëmijët duke i kënduar këngët bashkë me edukatorët që u përkujdesën për çdo detaj.
Ua prova afër për të biseduar, edhe të gjitha dhe përqafuar. Në përdinet në shërbërmëshuar, shokët e shoqet, batezin mua. Ua prova afër për të biseduar, edhe të gjitha dhe përqafuar. Hej, unë më zemë pëse nuk jeni shkuar, sa në keshë shkori, që ka se ka harruar. Dë, tre! E ali, të të dy me le, një që shkori të fesur, kjo është për shpërlem. E ali për ti, e për ti në mora, të të dy shkori, në të në mora. Aktivitetet po vazhdojnë në objektet e qerdhes Ganimedet Erbeshit, tash po vizitojmë objektin numër 3 qerdhen e Komonit për të parë se çfarë kanë përgatitur edukatorët bashkë me fëmijët për festën e 1 qershorit. Punime nga më të ndryshme siç po shihen këtu jashtë, por ne le t'i presim fëmijët me aktivitetet e tyre. Duke pikturuar me ngjyra nga më të bukurat, fëmijët ishin drita që ndriçonte më shumë se çdo gjë tjetër. Me këngë e valle e të veshur bukur, buzëqeshjet plot jetë nuk I munguan as pak. Të gëzuar, fëmijët I këndonin festës së tyre.
Aktivitetet e ndryshme të përgatitura me shumë përkushtim nga edukatorët ishin teje të mirëpritura nga fëmijët. Tash kemi mbërritur këtu në objekti numër 5 të qerdhes Ganimetet Tërbeshi. Jemi sërish me datën 1 qershor në ditën e fëmijëve, e tash së bashku do ta shikojmë se çfarë aktivitete kanë përgatitur objekti numër 5 i qerdhes Ganimetet Tërbeshi. E jani bashkë me ne. Përkaq me vallëzime e këngë, fëmijët ishin hieshia e qerdhes në këtë festë. Kemi ardhur tash këtu tek objekti i qerdhes Ganimetet Tërbeshi, por në fshatin Novosel. Është data 1 qershor, siç po ndjekim në të gjithë këtë program. Le të shohim aktivitetet e ndryshme që edukatorët i kanë përgatitur bashkë me fëmijët për të shënuar ditën më të bukur. E jani bashkë me ne. Punimet e ndryshme e lojrat kreative i kishin pranë gjithmonë me ndihmën e edukatorëve. Fëmijët nuk i munguan edhe këngët për ditën e tyre të shënuar. Jemi këtu jashtë në objektin numër 7 të qerdhes Ganimetet Tërbeshi, në objektin e Dardanis. Le t'i shikojmë se çfarë kanë përgatitur fëmijët sot për festën e 1 qershorit. Deri më tash patët mundësinë të ndiqni objektet e tjera të qerdhes Ganimetet Tërbeshi me aktivitetet e tyre. Tash radhën e ka qerdhja e Dardanis. E janë në ndiqni. Të veshur me uniforma policore, fëmijët luajtën dhe zbatuan rregullat e ndryshme.
Aktivitetet nuk kishin si të mungonin edhe në oborin e qerdhes me radh e me lojra të ndryshme. Me gëzim këndonin e kërcenin për ditën e tyre më të lumtur. Po i vazhdojmë aktivitetet të ndryshme dhe programin për festën e 1 qershorit. Kësaj radhe jemi në objektin tjetër të qerdhes Ganimet të Tërbeshi, këtu në Qabrat. E janë të ndjekin bashkë aktivitetet e ndryshme që kanë përgatitur edukatorët bashkë me fëmijët për ditën më të veçantë. Me ngjyra, muzikë e lojra nga më të ndryshmet, fëmijët kaluan kohë teje të bukur në ditën e tyre më të bukur, në ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Muzika e vallëzimet ishin të pranishme në çdo objekt të institucionit parafillor Ganimet të Tërbeshi. Jemi këtu në objektin tjetër të qerdhes Ganimet të Tërbeshi, në objektin e Kosova Transit, për datën e 1 qershorit për festën e fëmijëve, e janë i bashkë me ne të shohim se çfarë aktivitetesh kanë përgatitur edukatorët bashkë me fëmijët. Me aktivitete e me shumë ngjyra, në oborin e shkollës fëmijët u argëtuan në ditën e tyre më të veçantë. Të ullur e me ngjyra të ndryshme pranë, ata pikturojnë me ëndrat që i mbajnë gjithmonë me vete. Muzikën e kanë pranë gjithmonë, duke i kënduar ditës së tyre më të bukur.
shumë gjëra do t'ju themi. Për fëmija dhe po që do të japin shfaqe. Sytë do të da ndryshi kur të da duar trokisi. Se të jemi shumë të gëzor për gjërat që kemi mashuar. Do të përqafani fajse me të mirët në burë. Me aktivitetet të ndryshme, njëra më kreative se tjetra, ngjyrat nuk i lën anash asnjëherë. As garat nuk i munguan në ditën e tyre më të bukur, në ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Ata na treguan edhe për numrat që i kishin mësuar. Shërë kunde të ishte katës ti për një vetë. Tazgi shtazi të dojka. Për 6 më kuqa ko. A dhe vërne jo. Këta po di katët kja. Për klas. Bravo. Jemi tash në objekti numër 1 të qerdhes Ganimetet Tërbeshi, objekti i Devës. Fëmijët kanë përgatitur aktivitete nga më të ndryshmet bashkë me edukatorët e tyre për festën e 1 qershorit. Le t'i shohim bashkë të cilat janë ato dhe le t'i ndjekim me shumë dëshirë nga zlim. Buzëqeshjet e fëmijëve ishin ato që lanë mos së shumti mbresa, sytë nga zëllyer për lojra e me zemrat e mbushura plot jetë, fëmijët shijuan si mos së miri ditën e tyre të veçantë. Vizatimet nuk i lanë anash as për 1 qershorin, secili duke shfaqur botën e tyre me anë të ngjyrave. As gara të ndryshme nuk munguan për të shënuar 1 qershorin. Grupmosha më e madhe e fëmijëve të objektit Devi vazhduan garat edhe në oborin e qerdhes. Këngët e vallëzimat i kishin të pranishme në ditën e tyre më të bukur.
Sot, në ditën e fëmijëve, duam të ju urojmë mbarësi, shëndet dhe pafundësisht suksese. Të dashur fëmijë, buzëqeshja juaj ka dritën e diellit dhe sytë tuaj janë yjet që ndriçojnë botën. Jeni mrekullia që me të vërtetë ekziston. Jo vetëm në ditën tuaj më të veçantë, por çdo ditë ju urojmë të rriteni të shëndetshëm dhe me zemra të plotë, gëzuar ditën e fëmijëve. Ndoqët këtë të diel që erdhet Ganimetet Erbeshit të komunës së Gjakovës. Ishte kënaqësi për ne, po besoj që ashtu edhe për ju, që në këtë 1 qershor ne ta festojmë këtu në 1 qerdhe të Gjakovës për të parë më shumë aktivitetet e ndryshme që edukatorët kanë përgatitur për këtë festë bashkë me fëmijët. Të gjithë fëmijëve ju urojmë shumë shëndet dhe të gjitha të mirat dhe të vazhdojnë të shkëlqejnë sepse pa ata bota nuk do të ishte kaq shumë ngjyrshe. Faleminderit që ishit me ne deri në këto qaste. Deri në takimin tonë të radhës të dielën tjetër, mirëmbëjtje.